Hej miq, përshëndetje nga unë Tironi, ju përshëndet gjithë dhe uroj që të kaloni bukur në këtë natë të shtunë, të keni adrenalin edhe pozitivitet. Jam këtu pranë jush për të komentuar lajmet, thashethemet, ngjarjet që në fakt janë përfolur goxha shumë, kohën e fundit janë komentuar, janë analizuar jashtëzakonisht shumë. Big Brother, Ferma VIP, Big Brother VIP Kosova janë tre formate që tashmë ka nisur që të ngritet zëri i tyre, të komentohen, të analizohen, të hamendësohen, të flitet për personazhet që do të jenë aty brenda, për banorët konkretisht që do të jenë pjesë e kastit, pjesë e shtëpisë, të flitet për moderatorët, për opinionistët, për organizimin se si do të jetë ky kast, për investimin që po bëhet në këtë kast, domethënë analiza që në fakt ne jemi mësuar t'i dëgjojmë gjithmonë edhe t'i analizojmë. Por së fundmi, po përflitet kjo lufta e madhe që po bëhet në fakt mes Big Brother VIP Albania dhe Ferma VIP, domethënë dy formate pothuajse identike, super të ngjashme me njëra tjetrën, në këtë vit do të hapin dyert më herët se kur. Ferma VIP përflitet që do të jetë gjatë muajit tetor, domethënë të starton në muajin tetor, ndërsa Big Brother VIP Albania si zakonisht domethënë që ka startuar gjatë fundit të muajit dhjetor, konkretisht në ditën e Krishtlindjeve. Pyetjet janë të shumta, duke mu adresuar se kush mendon që do të jetë opinionisti, kush mendon që do të jetë moderatori. Domethënë aktualisht janë ndaluar tek moderatorët. E kemi komentuar shumë qasjen e Arbanës që pati këtë vit në Ferma, domethënë edhe për bindjen time, por edhe për bindjen e shumicës së publikut, Arbana nuk e dha atë energjinë që për shembull e jepte në Big Brother. Tani mund të ndikojnë shumë faktorë që Arbana ka qenë aq e tërhequr, aq e stepur, aq e lodhur në një farë mënyre, sepse ka dhe angazhimet e përditshmërisë, angazhimet e familjes, angazhime të shumta me emisionin Mi mbrëma yje që nuk është një emision që realizohet lehtë, domethënë prapaskenat e atij emisioni tregojnë një angazhim pothuajse 10 orësh, por së fundmi përflitet që Arbana nuk do të jetë më moderatore e Big Brother, do të jetë Bora Zemani. E Fermës do të jetë Bora Zemani. Bora Zemani përflitet që këtë vit do të jetë moderatore e Ferma VIP. Unë me thënë të drejtën nuk e besoj, sepse Bora nuk është që ka bërë ndonjë lëvizje nga televizioni Top Channel. Zakonisht Bora e ka këtë yllin e saj të veçantë, që gjatë kohës domethënë kur fillojnë formate të këtilla, gjithmonë përmendet emri i saj, gjithmonë përflitet emri i saj që Borës do t'i besohet një rrugtim interesant i këtill. Nga informacione që kam unë, domethënë Bora do vazhdon në televizionin Top Channel, me patjetër që do të jetë në një rrugtim shumë interesant, siç mund të jetë edhe për shqiptarë, që domethënë ishte një emision që Bora ka shkëlqyer, por edhe Borës mund t'i besohet fan klubi, po që Bora të bën lëvizje në Ferma VIP, unë këtë gjën nuk e besoj. Dua të marr mendimin tuaj, a mendoni që Bora mund të ikë në Ferma VIP?